Sipas analizës astrologjike, 4 shenjat e zodiakut do ta ndjejnë favorin e fatit veçanërisht fort dhe do të shohin ndryshime të prekshme në financat e tyre. Luani. Luanët nuk do të bëjnë më kompromis për çështjet financiare. Sukseset e tyre profesionale meritojnë të pasqyrohen në të ardhurat e tyre. Tani është koha për të shprehur me besim kërkesat e tyre financiare. Universi inkurajon ata të marrin iniciativa, pa pritur për momentin e përsosur. Vendimet që do të marrin gjatë kësaj kohe mund të sjellin një rritje të konsiderueshme të ardhurave. Virgjëresha. Virgjëreshat mund të ndihen të kufizuara nga përgjegjësitë e tyre të përditshme. Megjithatë, një hapje e papritur në karrierë ose një dëshirë e papritur për ndryshim mund të ndryshojë gjërat. Liria për të larguar nga planet e përcaktuara dhe për të provuar një qasje të re do të sjellë atyre përfitime financiare. Përshtatshmëria dhe një mendje e hapur janë çelësi për të përfituar nga kjo mundësi. Peshorja. Për peshorët, kreativiteti, emocionet dhe marrëdhëniet mund të prekin çështje dhe më të thella financiare. Është e rëndësishme të mos sakrifikohet të vërtetë atyre për hir të harmonisë. Universi mbështet ata që veprojnë pa frikë dhe peshorët që ndjekin intuitën e tyre do të shohin fitime të konsiderueshme. Partneritetet e reja ose projektet krijuese mund të jenë veçanërisht fitimpruese. Akrepi. Akrepët do të përballet me çështje shtëpiake dhe detyrime familjare që kërkojnë një rishikim të aftësive të tyre financiare. Çelësi i rritjes financiare është të mos e lejojnë të tjerët të përfitojnë nga vullneti i tyre i mirë. Vetëpërmbajtja dhe trajtimi strategjik i kërkesave përreth tyre do të sjellin fitime të papritura. Tani është koha për të vënë në rregull punët e tyre financiare dhe për të ecur përpara me besim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.